Nëse rezerva federale prodhon para, kujt ja ka borx? Në vitin 2020, qeveria e Shteteve të Bashkuara krijoi mbi 6 trilion dollar. Nuk erdhi nga ari, nafta apo taksat, erdhi nga hiçi. Por çfarë do thot kjo në të vërtetë? Dhe ku shkuan të gjitha ato para? Kjo është historia se si lind paraja në botën moderne, një proces i mbuluar me kompleksitet, por që prek secilin prej nesh. Për dekada të tëra, e imagjinonim krijimin e paras si makina gjigante shtypi që prodhonin kartë moneda dollarëshe të fresta. Ndërsa moneda fizike ende shtypet, shumica dërmuese e parave të reja sot nuk krijohen në një fabrik. Ato krijohen me një shtypje tastiere. Gjatë sfidave të papara ekonomike të viteve 2020 dhe 2021, triliona dollar u injektuan në sistem. Kjo nuk u arrit duke i vënë makinat e shtypit në punë me orar të zgjatur. Në vend të kësaj, Rezerva Federale, Banka Qendrore e Amerikës, e kreditoi në mënyrë digjitale llogarinë e thesarit me para që thjesht nuk ekzistonin një ditë më parë. Ky proces njihet si lehtësim sasior ose QE. Është një mjet i fuqishëm i projektuar për të stimuluar ekonominë gjatë një krize, ku Rezerva Federale blen obligacione qeveritare dhe asete të tjera, ajo rrit ofertën e paras, duke ulur normat e interesit dhe duke inkurajuar